shprehim ngushëllimet tona për të ndjerin, për vllahun ton, për bashkëshortarin ton, Haxhi Aliun, të cilën e kemi njohur të gjithë ne si burrimir. Na shprehim ngushëllimet tona për familjen së pari herë për këtë humbje të madhe. Dhe një ashtu e lusim Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu dhul xhelal ta ketë mëshiruar me mëshirën e tij. Allahu xhelle xhelaluhu vorrin të ja ketë zgjeruar. Kjo e babos o vëllezërit të cilët na jemi të gjallë këtu, është me të vërtetë këshillë e madhe në veti, që secili njeri i pak të mendon, me të vërtetë se ai nëse logjikon, ai përgatitet për një ditë të cilën do të shkon te Allahu xhelle xhelaluhu. Por edhe pse vdes nuk do të thotë se ti e ke mbaruar çështjen ke shkuar në ahiret. Te na i thojmë vdesh filani shkoj në ahiret. Nuk është kështu o vëllezër. Ata al-Khurasani rahimullah tha kur e ndëgjoj një herë me një xhenazë që ja folën xhenazën dikuja, e ndëgjoj duke thonë vdesh filani shkoj në ahiret. Tha jo, në ahiret nuk ka shkuar, po tha ka mbetur në atë berzakhun e cila është në mes ahiretit dhe mes dunjas. Wallahu xhelle xhelaluhu tha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Tha ato pas e kanë një jetë që do të qëndrojnë në berzakh. A di çka do të thotë të qëndrosh në berzakh? Sot vdes ti, vdes ai tjetri, do të vdes unë, do të vdesim na të gjithë. Po ai i cili vdes nga dita e vdekjes së tij, ai qëndron në vorrin e tij, ai i burgosur në to deri në ditën e ringjalljes duke i pritur të gjithë të vdesin, e të bohen një ditë që dalin për Allahu xhelle xhelaluhu. Tha Mujahidi rahimullah, tha është ai burgimi i cili ndalet dhe pengesa në varr. Të gjithë janë të buar dhe pushojnë në to. Tha është pengesa që të pengon të kthehesh në dunjë edhe një herë. Se e quajti Allahu xhelle xhelaluhu berzakh, ajo pengesa e fortë që të burgos, që nuk ta mundson më edhe një herë të vish në këtë botë, e të i bish pishmane të thuash se vallahi edhe një herë nëse kthehe mund do të veproj mirë. Për arsye se Allahu xhelle xhelaluhu në surën Mu'minun, disa ajete para kësaj berzakhut i përmendi o vëllezër dhe tha se hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni. Tha shpresa atyre të cilët kur ju vjen vdekja dhe momenti i vdekjes e kanë një shpresë të madhe dhe thonë kështu o Zot, më kthe edhe një herë në dunjë, pse la'alli a'malu salihan fima tarak. O Zot, ma mundësoj edhe një herë të kthej në dunjë e ti bëj ato veprat e mira që i kam lënë që më kanë lik. Allahu xhelle xhelaluhu përgjigje dhe tha kella, asesi. Tha kjo është fjala të cilën e thojnë, por ata pas vdekjes e kanë një berzakh deri në ditën kur do të ringjallen.